Nga mblidhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha e përshkroi kryeministrin me fjalë të forta duke kritikuar për politikën e tij, ndikimin mbi gjykatën kushtetuese dhe menaxhimin e institucioneve shtetërore. Ai tha se vizita në Washington për të marrë pjesë në aktivitetin e Bordit të Paqes është një ftesë për Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje me Edi Ramën. Sot niset edhe ai do përpiqet ta paraqesë në propagandë të dashur qytetarë dhe qytetare. Shqipëria është antare e Bordit të Paqes, e cila është themeluar nga presidenti Trump. Natyrisht do ketë një përfaqësues, po shkoj ky apo do shkonte Harami, të dy një fatkeqësi kombëtare janë. Dhe kështu si shkon do kthehet, shkon hajdut kudo që shkon, kthehet hajdut kudo që kthehet. Ndaj dhe ju siguroj se ftesa ka lidhje me Shqipërinë dhe nuk ka asnjë lidhje. Berisha kritikoi gjithashtu amendimet e fundit të kodit të procedurës penale që sipas tij shërbejnë për të mbrojtur anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe lehtësojnë ndikimin politik mbi institucionet e drejtësisë. Situata, gjendja në Shqipëri po bëhet çdo ditë dhe më e rrezikshme. Në një sfidë të hapur të kushtetutës së vendit, në një sfidë të hapur të ligjeve, kodeve të vendit, ai vendos në vend të zbatimit të tyre, në vend të zbatimit të kërkesës të bazuar të prokurorisë speciale. Kryedemokrati kushtoi vëmendje dhe situatës në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, AKSHI, duke akuzuar Ramën për mbështetje të personave të dyshuar në sektorin privat dhe për tolerim të praktikave të diskutueshme në biznes. Ky ka humbur çdo moral. A e ndëgjoni ju, a e ndëgjuat se si për ulej, si langaraq mirëlindës së krimit, se ka hall se mos bëhet pentito. Eksakt, po si mund të admirosh ti një njeri që në sipërmarrjen e cilët janë marrë pengje, ka funksionuar si një organizatë mirëfillt kriminale e drejtuar nga Ergys Agasi. Sipas Berishës, zgjedhja e vetme është që qytetarët të reagojnë dhe të marrin në dorë fatin e vendit, duke kërkuar largimin e qeverisë aktuale. Anash, mrapa, në kaf, ke vetëm qëllim që t'i lash të vrarë në vend. Unë i them Edi Ramës, jep dorëheqjen, se absolutisht nuk ka forcë në botë që ta pengojë shqiptarët pa të larguar ty. Se po sillesh në mënyrën më të pakonceptueshme.